Dhuna në familje si dukuri, unë mendoj që neve si shoqërina ka përqendër breza. Këto raste janë majtë shumë të izoluara, pra kanë qenë të mbyllura brenda mureve të shtëpisë. Janë bërë shumë shqetësuese edhe rastet e vrasjeve në martesat të cilat zgjasin me vite të tëra, por në fund të ditës vetëm i dëgjojmë ato lajme të kronikat e zeza që realisht ndodh vrasja, shumicën rasteve fatkeqësisht vrasja e grave nga burrat e tyre. Ne nuk e kemi pasur shqiptarët një praktikë të tillë. Ndonë se historia nuk nga ka treguar një gjë të tillë në vitet të tëra. Se po ndodh kjo? Tani, dhuna në familje si dukuri, unë mendoj që neve si shoqërina ka përqendër breza. Mirë po për shkak të stigmatizimit, për shkak të kulturës, për shkak të traditave që i kemi pasur më herët, këto raste janë majtë shumë të izoluara, pra kanë qenë të mbyllura brenda mureve të shtëpisë. S'do men që gjithmonë kanë qenë femrat ato viktimat rasteve të dhunës në familje dhe shumë rrallë burra dhe për shkak të turpit, për shkak të stigmatizimit, për shkak të moralit, të familjes, nuk është që i kanë bërë publike. Kanë qenë plotësisht të izoluara. Tani, mu më vjen mirë që kanë ndryshu rrethanat dhe që këto raste nuk mbesin vetëm numra, nuk heshtin, por dalin dhe kërkojnë drejtësi. Nuk më vjen mirë që këto raste janë shpeshtu dhe për fat keq që është një numër kogja i madh që ka ndodhur. Arsyet pse çojnë deri këto, personalisht mendoj që janë të lidhura me faktorët social dhe ekonomik. Gjendja ekonomike jo stabile e familjeve krijon edhe pakënaqësi të mëdha, krijon jo stabilitet, të cilat shumë herë përfundojnë edhe me fatalitet. Po jo që gjithmonë është kjo, po nga ajo që unë kam parë, mendoj që është pikrisht gjendja sociale ekonomike, ajo që krijon trazira dhe atmosferë të dhunshme brenda familjeve. Krahas kësaj, gjithashtu, sepse për shkak të kohës po mundohem ti arrim të gjitha temat, ndoshta, krahas kësaj jemi në epokën digjitale, në epokën e teknologjisë, ku flasim gjithçka lirshëm. Sa i kemi lirin zonja avokatit të shprehim gjithçka lirshëm, pavarësisht pse jemi në periudhën e demokracisë edhe rrjetet tona sociale, deri kur e kemi limitin? Liria e një personi përfundon aty ku cënohet liria e personit tjetër, ose ku fillon liria e personit tjetër. Jo gjithçka mund të flitet dhe jo gjithçka mund të thuhet, pavarësisht që jemi udhëtar të mbrojtjes së asaj lirisë së shprehjes. Rrjetet sociale ju rrallë herë edhe abuzohen, edhe keq përdoren, edhe përdoren për gjëra jo adekuate dhe jo të mira, po që ligjvënësit kanë menduar edhe për këtë pjesë. Ka një strukturë, ka një bazë ligjore për secilin rast, varësisht nga mënyra se si ato janë keq përdorur ose janë abuzuar dhe mund të trajtohen. A është akt i dënueshëm nëse publikon biseda të cilat janë bërë në mënyrë private dhe pastaj ato dalin në rrjetet e ndryshme sociale? Rasti i tillë, referenca e fundit, Xheneta Drilon. S'pata asnjë dyshim që kemi bërë edhe këtë pyetje. Avokatja përfaqësuesja e rastit. Tani, ingjizimet, fotografimet, të gjitha këto që bëhen në vende private, ose që bëhen në ato vende apo situata ku personi është i prirë për me besu që ka një privatësi, pra një siguri, dhe pastaj këto materiale plasohen pa njohurinë dhe pa pëlqimin e personit tjetër, janë të sankcionuara sipas kodit penal në Republikën e Kosovës, sidomos kur flasim për figura publike, të cilat pastaj edhe mund të dëmtohen nga këto publikime. Në situata të tilla, fillimisht personit të cilit mund të jetë bërë ose mund të jetë gjendur në një situatë të tillë, mund t'i drejtohet agjencisë për mbrojtjen e dhënave personale,